Për Vjosa Osmanin para nesh ka vendosur me I besu një lideri I cili ka mashtru në mënyrë sistematike, I cili është hiligji, I cili nuk pranon kushtetutë, nuk pranon ligje, nuk pranon norma, nuk pranon tradita, edhe është njeri I pabesë. Gatishmëria e partive të ish opozitës me sa duket presidentes Osmani kur si ka interesu. Po të interesante gatishmëria e partive tona, vendet do të ishte tashmë në zgjedhje, sepse ne kemi kërkuar zgjedhje. Shumica parlamentare përfaqësuar në kuvend ka kërkuar zgjedhje, por Vjosa Osmanin para nesh ka vendosur me I besu një lideri I cili ka mashtru në mënyrë sistematike, I cili është hiligji, I cili nuk pranon kushtetutë, nuk pranon ligje, nuk pranon norma, nuk pranon tradita, edhe është njeri I pabesë. Nuk kemi ndryshuar qëndrim, Partia Demokratike e Kosovës është përgjithë sa ma shpejt që të shkojmë në zgjedhje, që të kemi një parlament të ri dhe një qeveri të ri. Qeveria kur se ka pas votat as për kuvend, as për qeveri, pra ata kanë rajt tash në vjet, por rana është doktrinë politike e Albin Kurtit, e fatkeqësisht nuk është doktrinë shqiptare, por është doktrinë serbe. PDK nuk është thyr tash në vjet prej tundimeve të ndryshme, prej ofertave të ndryshme, prej presioneve, shantazheve të ndryshme, nuk do të thejet as tani vendi duhet shkojë në zgjedhje, vendi do të shkojë në zgjedhje, as presidentja Osmani, as kryeministri I cili ka okupuar institucionet nuk mund ta ndalojnë këtë ritëm. Unë besoj që vendi do shkojë në zgjedhje po.